Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë të ndërrohet Vëllezër me ligjëratën e radhës në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku jemi duke folë për disa metoda, mënyra që i kanë përdorur idhujtarët e Mekës për ta luftuar Islamin dhe muslimanat. Përmendëm ligjëratën e fundit se prej metodave që i kanë përdorur mushrikët ka qenë refuzimi i tauhidit, pra e kanë refuzuar që Allah të adhurohet një dhe i vetëm dhe kanë mohu edhe ringjalljen. Po mes tjera që përmendëm edhe një prej metodave që ka qenë e egër, ka qenë ajo që kanë akuzuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me lloj akuza. Do të thonë akuza të cilat të gjitha, sigurisht edhe metodat e tyre janë kanë pa drejtë. Po dhe pa rezultate, alhamdulillah. Vazhdojmë edhe sot me disa metoda tjera për arsye se mushrikët po e kuptojnë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk po nalet. Nuk po nalet dhe pa marrë parasysh çfarë metoda përdorin ata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po vazhdon thirrjen e tij alayhi salatu wassalam. Mushrikët vëllezër ishin shumë të egër prej momentit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi thirrjen e tij publike. Ishin shumë të egër edhe shumë të ashpër në këtë luftim kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj edhe jo rastisht dëshmojnë për këtë shumë ajete në cilët Allahu subhanahu wa taala, cilët ajete Allahu po urdhon pejgamberin Allahut me bë sabër. Dhe urdhon Allahu subhanahu wa taala që ai mos të mërzitet, e mos trishtohet, as mos pikëllohet, bile dhe i kujton disa prej pejgamberëve dhe hjekave të tyre që edhe këtë duron sepse nuk është i pari. Po kjo është vazhde pejgamberëve dhe zhvulja e tyre, andaj do të më bën sikur se kanë bata. Andaj Allah subhanahu wa taala në një prej ajeteve thotë: "Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila." Dhe ti duro pejgamber nga ato fjalë që kemi nipi tyre, për jo besimtarëve, dhe largohu për tyre me një largim të mirë. I thot Allah subhanahu wa taala në ajet tjetër: "Wala tahzun alehim, wala tahzan alehim, wala taku fi dayqin mimma yamkurun." Ti mos u pikëllo, mos u trishton nga ajo që e thojnë. Tamam? Wala la tahzan alehim, wasbir ala ma yamkurun. Domthon Allah subhanahu wa taala thot mos u mërzit, wala taku fi dayqin mimma yamkurun. Domthon mos u mërzit, mos u trishto dhe mos angushtoj vetën nga komplotet edhe kurthet që kanë bërë ato, sepse çdo njëra prej atyre ka më kanë e kot. Allah subhanahu wa taala në ajet tjetër i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Ma yuqalu laka illa ma qad qila lir-rusuli min qabl." Nuk të shton ty vetë ajo që është thënë edhe dërguarve para teje. Pra nuk i pare. Edhe të dërguarit që kanë qenë para teje i kanë thonë e njëjta. Domthon janë akuzuar me të padrejtë, janë shoh, janë funduar, ama ata nuk janë nal. Edhe Allahu vazhdim thot: "Lir-rusuli min qablik inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim." Mi po dije që Zoti jot është që ka falën e madhe, po e ka edhe dënimin e dhëmshëm. Pra për ti që e lip falën, e ka falën shumë të madhe, subhanahu wa taala. Ama edhe për ata që të kundërshtojnë ty dhe të luftojnë në të adin se Allah subhanahu wa taala ka dënimin shumë dhëmshëm. Allah subhanahu wa taala kur flet për disa prej këtyre metodave, njëra prej metodave është që do të flasim sot është tallja, përqeshja, madje edhe domethënë edhe dhuna fizike që është ushtruar kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah për diçka për këtë thot në një prej ajeteve: "Idha ra'aka alladhina kafaru yattakhidhunaka illa huzwa." Kur të shohin ata të cilët nuk besojnë, që mohojnë Allahun, Ebu Jahel, paria tjetër, yattakhidhunaka illa huzwa. Të marrin ti si objekt tallje. Dhe të thojnë: "Yadhkuru alihatakum bisu." In hadha alladhi yadhkuru alihatakum bisu. A kjo është ai i cili fol keq për zotat e juve? Duke pas për qëllim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E Allah thot ndërkohë që ata wa hum bi dhikri rrahmani hum kafirun. Ndërkohë që ato vetë janë ata të cilët e mohojnë Rahmanin, Allahun subhanahu wa taala. E nuk folën për këta, nuk e shohin këta, po tallen me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse ka thonë që do të më adhurojnë një adhë të vetëm e jo i idhujt të cilat i keni. Mushrikët vëllezër kur kaloi ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thonin: la narda bi majalasati amthali haula fatruduhum anka. Ka thonë nuk kena çef në menet me çiftin e filanit edhe filanit. Ka thonë për zanin në kena menet me ti. Ka pas për qëllim kanë Khababin radiallahu anhu, apo Suhejbin, Bilalin. Ka thonë me këto nuk nejna në me një mezhlis, që nejna Kurajsh.
ne na fisnik. Apo menet me këto? Ka thonë përzeni këto, ne kena menet me ti. Sikur se pejgamberi alayhi salatu wasalam dashti mua plotsu këtë kërkesë jo për diçka tjetër, po vetëm ta pranojnë Islamin këto. Edhe ka dashur mi largu pi mezhlisit por kosisht sa ti thirrë. Me Allah subhanahu wa taala thot: "Wala tatrudil ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha." Mos i përzën nga mezhlisi, nga rrethi jot ata të cilët e lutsin Allahun azza wa jalla sinqerisht sabah akşam. Ma alejke min hisabihim min shay. Ti nuk i përgjegjësi për veprat e tyre, pas ata nuk kanë përgjegjësi për veprat e tua. Fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin. E nëse ti i përzën, kemi kanë shumë i padrejt. Kemi kanë zullumçar, kemi bërë padrejsi. Ti po në jetën e mirë ki, ama mos i përzën se ata janë ata cilët e lutin Allahun subhanahu wa taala sabah akşam, e adhurojnë Allahun azza wa jalla sabah akşam, dhe ata me sinqeritet. Këta edhe pse sipas kurajshitëve këtu nuk janë fisnik me për Allah subhanahu wa taala, ishte ndryshe. Nuk është sikur se i matin ata kurajshitët dhe këta kena folë diçka në gjëratën e fundit. Prej rasteve vëllezër që dëshmojnë se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vujt prej mushrikëve, në vazhdimsi është ajo që ka nxjerrë Imam Buhariu, se njëna prej grave, prej plakave kur e ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një kohë ku pejgamberi alayhi salatu wasallam disa ditë nuk i kishte zbrit shpallë, ishte ndërprej shpallë. E i tha kjo gruaja e keqe duke u tallë me pejgamberin alayhi salatu wasallam: "Inni la arju an yakuna shaytanu qad tarakak." Thotë shpresoj që ky shejtani të ka braktis, të ka lënë rahat. Duke pas për qëllim kanë Xhibrilin alayhi salam. Thotë se s'po e shoh një këto 2-3 net të fundit se të ka ardhur. E Allah azza wa jall pastaj azhret surën ajetet e surës Duha. "Wad-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Betohet Allah në paraditën, për edhe natën kur e kap qetësia, thotë ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nuk të ka haru Allah azza wa jall. As nuk ka lënë anësh. Edhe pse ata domethënë mundon mu tall. Dikush pe mushrikëve kur e ka taku dhe çdo herë që ata ka pejgamberin alayhi salatu wasalam në formë me ironi thekë: "Ama kullim të al-yawma min as-sama." A nuk të ka ardhur sot me të fol dikush pe qiellit? Nuk u dash mu tall me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Rast tjetër është ai që ka përmend Imam Buhariu për Abu Jahlin, i cili në formë tallje ka bënë një dua dhe ka thënë që dua Allahu azza wa jalla ka përmendur në Kur'an surën Anfal: "Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika famtir alayna hijaratan min as-sama'i wa itina bi'adhabin alim." Ka thënë Abu Jahli: "Wallah, nëse kjo është hak, me cilin ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëherë na gjuj pi qiellit gorzi ose na sjell një dënim dëmshëm." Ka dashur me thonë se nëse zbohet kjo atëherë nuk është hak. Edhe s'ka ndodh. Nuk i ka dënu. E ka dashur me thonë Abu Jahli se çka këshire ti shkon hak, domethënë na kish ardhur një dënim. E Allah subhanahu wa taala në ajetin tjetër e përmend: "Wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Allah e përmend arsyeën pse si dënon. Jo se nuk është në hak pejgamberi alayhis salatu wasallam, por nuk e dënon pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është prezant në mesin e juve. E thot Allah nuk e dënon një popull përderisa kanë pejgamberin në mesin e tyre. Dhe Allah nuk e dënon një popull përderisa ata bëjnë istighfar. Ja vlen këto me përmend tefsir Ibn Abbas ka thonë: "Dy janë garancat këtij umetit që mos mi dënu Allahu. Njëna me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe dyta istighfari. Të parën thot Allah e ka marr, ka mbet veç e dyta. Do të thonë istighfari. Përderisa ju bani istighfar, Allah nuk dënon. Në momentin që s'ka kush që bën istighfar, Allah subhanahu wa taala përfshin me dënim. Mi po e përmendëm rastin e Abu Jahlit pse vëllazë? Në formë tallje. Se kanë lënë rahat pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka përmendur Ibn Ishaq një tregim interesant gjatë. Një person nga Irashi ose një kabile prej kabileve të Yemenit, nuk është më rëndësi kjo, ka ardhur prej Yemenit në Mekë me disa deve, thuhet 3 deve janë kanë, ka dashur me i shit. Dhe ka qëllu tek Abu Jahli, i cili ja ka blemi për parët se ka dhënë. Ja ka ble parët se ka dhënë. Edhe tash ky personi shkon te njëra prej kuvendeve që kanë po mezhliseve që kanë po Mekka si ty dhujtar, edhe i thot atyre: "Ya ma'shara Quraysh, man rajulun yu'addini ala Abi al-Hakim ibn Hisham fa inni rajulun gharib wa ibn as-sabil qad galaba wa qad galabani ala haqqi." Ka thonë ju Qurayshit. Ka thonë kush a ka dikush për juve një burr që më vjen edhe më ndihmon kundër Abu al-Hakim ibn Hishamit, domethënë Abu Jahlit, i cili ma ka marr hakun tem, nuk ma ka dhënë hakun, a unë jam thot i huaj dhe jam domethënë udhtar. A ka mundsi dikush me më ndihmu me marr hakun tem, me kthi hakun tem?
E tash këta të kuvend me zlis që ishin mushrik, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë afër Çabës. Dhe ja bën me isharet, me gisht ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë atëra hadha dhalika ar-rajul, thotë e shef çat njëri, duke bërë shenjë ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë shko te ai, thotë ai ka me ta kry punën. Mi po nuk ja kanë bën këta veç se e kanë ditë armiqsinë që e ka pas me Abu Jahlin. Dhe kanë ditë që pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë punë së njasos, po veç në formë tallje, veç mu tall me pejgamberin alayhi salatu wasallam, ose edhe nëse merr guximin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka më bën diçka e madhe me Abu Jahlin, se s'ka me e toleru çka s'let. Edhe ky person shkon thotë ja Abdullah, i drejtohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thotë ja Abdullah, o robi Allah. Thotë unë Abu al-Hakam ibn Hisham Abu Jahlin, domethënë i ka blet devët edhe s'mi ka dhënë parë. Thotë unë shkova me lindim të këta, të ky mezhlisi, të ky kuvendi, më po ata më drejtuan tek ti. Thotë a ka mundësi ti me marr fa khudh li haqqi min, me marr hakun tem tek ai, rahimak Allah, Allahu të mëshiroj. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thotë intalik ilay. Thotë as me më shkojnë tek ai. Edhe vazhdon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam niset për te Abu Jahli. Kur e shohin këto paria që i kanë drejtuar, çka kanë marrë mena që kanë marrë guximin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe nisin edhe një tjetër, thotë shko këshire çka po ndodh. Vazhdoi rastin çka po ndodh. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam troket tek dera Abu Jahlit. Abu Jahli bimrejna thotë men hadha, kush është ky? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë Muhammed fakhruj ilayya sallallahu alajhi wasallam. Thotë Muhamedi, thotë dil më shpejt. Thotë ka dalë Abu Jahli me ftyrë të zbeht, pi frikës. Edhe i ka thonë pastaj, domethënë çka është puna, ka thonë ati hadha ar-rajul haqqahu. Jep ja këtij njeri thotë hakun e vet. Çka ka thonë Abu Jahli, ka thonë nam, la yabrahu hatta utihi alladhi lahu. Ka thonë veç në ne çati ku është minar kam janë nxjerr. Dhe hym rena ja merr parët dhe ja kthen këtij personi. Pejgamberi alayhis salam pastaj niset dhe rrugës pastaj thotë ti vazhdo rrugën këtij personi, mirë po ki nuk e vazhdon rrugën për një vend, po shkon tek kuvendi ku fillimisht ishte kërkoi ndihmë dhe i tha atyre jazahu Allahu khaira. Allah e shpërblet thotë faqad akhadha alladhi li. Thotë ma ka marrë hakun që e kisha tek Abu Jahli. Këto çuditën. Ndërkohë vjen edhe ai personi që e ka pa që e çon këto për me përcjell situatën, me vazhdu situatën. Edhe ai thotë çka bën, thotë ai u çuditën këto. Thotë vallahi thotë kum pa diçka të çuditshme se kum pa më herët, dhe s'ma ka marrë mendja që kam e pa. Thotë kështu. Domethënë momentin që trokiti derën, dole Abu Jahli me ftyrë që ne nuk e njohim, i zbet pi frikës edhe më herë janë nxjerrë çat që e lipi. Këto çuditën, edhe nuk shkoi shumë kohë, po vjen Abu Jahli. Vjen Abu Jahli dhe i thonë këto pastaj, "Wejle kemalek, fa wallahi ma ra'ina mithla ma sana." Thotë çka është puna Abu Jahli? Nuk na ka marrë mendja që ka menduar kjo që ka ndodhur. Ti më jutu dikujt? Ti çfarë shlet me këtij hakun? Ati kush je? Thotë Abu Jahli, "Wejhakum wallah ma huwa illa an daraba alayya babi wa sami'tu sawtahu famuli'tu ru'ba." Thotë mirë ju, pasha Allah, thotë momentin që ka trokit derën dhe ja kum një zonë, thotë jam lu ket me frikë, ka kaplu frika. Thotë dhe kur kum dal jashtë, kum pa mbi kokën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam një deve mashkull me qafën e gjatë, edhe me gojën e madhe dhe me dhomët e mëdha, do kemë më hangër, thotë mos ja kisha plotsu kërkesën, do të më kishte hangër. Këtë përmenda për çka vëllazër? Domethënë pi dobive që nxjerrim nga ky rast është se pejgamberi alayhis salatu wasallam ka kon krahi atyre që i është bën zullum, apo. Arsyeja pse përmend ishka se ata dashën me çu tek këtë person tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si në formë tallë se s'ka më kry punë. Mi po dashti Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kryti punë, mi po ata nuk e kanë lënë rahat. Rast tjetër vëllazër ishte se disa prej Paris Kurajshëve ishin mbledh tek Hijri Ismailit. Domethënë ajo pjesa e pandërtuar e Çavës. Dhe e diskutonin dhe banin muhabet rreth Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe thirrjes tij. Ndërkohë duke bën muhabet, po vjen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe po shkon e përshëndet Çavën, gurin e zi dhe po fillon tavafin. Duke bën tavafin e parë, këto po i gjujnë me tallje dhe me lloj-lloj akuza, domethënë edhe e përçeshin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wasallam nervozohet dhe i ndrohet fytyra. Dhe transmetuesi për sahabët thotë i ndru fytyra dhe thotë e pam që u nervozu pejgamberi u idhnu me ta. Ama thotë nuk bani kur gjë. Përveç se sabrin. Duroi dhe vazhdoi tavafin. Thotë kur e nisi tavafin e dytë, ato thotë prapë ju gjujtën me tallje edhe me përçeshje. Thotë prapë pejgamberi alayhis salatu wasallam u nervozu me nuk bani diçka.
Dhe kështu rastin e tretë, me për rastin e tretë çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha tasma'una ya ma'shara Quraysh, apo nini mirë o Quraysh. Ama walladhi nafsu Muhammedin biyadihi laqad ji'tukum bidh-dhabh. Thot pashatë në dorën e cilit është shpirti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ju kum ardh juve me therrje. Ju kum ardh juve me therrje. Kur e nin këta trishtohen. Trishtohen se e din kush e ka thonë, kush po thot këtë llaf? Do të thonë e din që i kanë kalu këtë kufit. Se për thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Sadikul Amin, që s'ka rënë kurrë dhe kur i ka folë doni fjalë ka thonë me plot mendje, ka thonë laqad ji'tukum bidh-dhabhi, domethënë keni kalu këtë kufit. Jo nëse vazhdoni kështu. Unë jam Nabiur Rahma, ama jam edhe Nabiul Malhama. Unë jam pejgamberi i mëshirës. Unë wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ka dërguar Allahu si rahmet për njerëzimin. Ama ju nëse kështu vazhdoni me armiqësi dhe të egër, edhe nuk nalni, funi juve ka me kon shkatrim. Dhe pastaj këto nga trishtimi, mundohen pastaj me zbut pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, ja Abul Qasim tash po e ndrojmë mënyrën e dialogut, domethënë thonë ja Abul Qasim, ma ka dal, ban sabër, duro, se nuk të kina pa, ma ra'ajnake jahula, nuk e dina, nuk njofna ti se ti e këthen qështu. Hina mësu të vesh me doru, me përbi. A më qështu me këthiti? Rast tjetër Imam Bukhariu të regon nga Urwa ibn Zubair, rahimahullah. Urwa ibn Zubair për envet Abdullah ibn Amr ibn al-Asin, radiallahu anhu, thot, qka është momenti ma i ketë që te ke pa prej vujtjeve që i ka përjetu pejgamberi sallallahu ka mushrikët? E thot Abdullah ibn Amr ibn al-Asi, thot, ma arana është ra'ejtu Ukbe ibn Muajt. Ukbe ibn Muajti, njani prej mushrikëve. Thot e kam pa, thot, pasi që erdhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mu fal, thot ke murë me pjesën e epër me teshës dhe për qafe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e shtrëngoj çat çfort, domthon për pak këto e fur, këto e mbyt. Derisa nuk ndorhynin Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe me nal dhe duke thonë ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Po doni me mit njërin vetë se thot Zoti jam mashallah. Dhe pastaj thot ka ja'akum bil bayyinati min rabbikum, ju ka ardhi juve me argumente nga Zoti juve. Sa tu thon diçka tjetër. Vesh adhuroni Zotin e juve. Dhe se Allah është Zoti jam. Pastaj ata e lanë praktikën, kjo thot kjo është me arana që e kum pa. Me po me arana që ka Abdullah ibn Amr ibn al-As, domthon. A më ka pas edhe raste tjera. Enes ibn Malik tregon edhe pse Enes ibn Malik nuk ka qenë prezant, po e ka marrë sigur nga sahabët tjerë, thot laqad darabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan hatta gushi alai. Thot e kanë godit, e kanë rrejë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një herë derisa është alivanos. Derisa ka hub ndjenjat alayhi salatu wasallam. Thot faqama Abu Bakr fajala yunadi, thot u çu Abu Bakri dhe filloi me thirrje me thonë wailakum taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Mirë për juve duke dash me mbyt një njeri, veç se ka thonë Zoti jam është Allah. Thot pastaj e lanë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ju nisën dhe ju vërsulën Abu Bakri dhe ata fillun me rrej. Diçka ngjashme vëllazër është transmetuar edhe me transmetim tjetër, ja vlen me përmend Muhammed ibn Ali. Muhammed ibn Ali është djali i Alis radhiyallahu anhu. E transmeton këta nga Ali radhiyallahu anhu, i cili në hutbën një ditë për ditëve ka thonë men ashja'un nas, kush është njeriu më trim? I ka thonë ante, ti ka thonë je njeri më trim, sepse në më Ali radhiyallahu anhu lëni trim. E thot ai vet thot, amma inni ma barastu ahadan illa intasaftu min. Thot pasha Allah thot çdo herë që jam ballafaquar me dikan e kumbujt. Amma thot më trim se unë është Abu Bekri. Është kush? Abu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe pastaj ka zonë arsyeën pse ka përzgjedhur Abu Bekrin me llogarisë më trim. Sepse në katër ajtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadathu Quraysh fa hadha yaja'uhu wa hadha yutaltiluhu wa yaquluna lahu anta ja'alta al-alihata ilahan wahida. Thot i kanë pa Qurayshët e morën pejgamberin alayhi salatu wasallam, dikush e goditke, dikush e krefke, dikush e shtinke. Edhe i thonin aty ai i cili këtë zotat i ke bën ja, aty ai i cili këtë zotat i ke bën ja. Thot nuk guxoj që askush më ofru dhe më i pengua ata përveç Abu Bekrit. Thot Abu Bekri shkoi kja dhe duke i shtinj ata, duke i penguar ata, duke ia mshu dikujt, vetëm e pshu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe duke i thonë atyre wailakum ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Mirë për juve, veç doni me mit njërin veç pse duke i thonë Zoti jam është Allah. Dhe pastaj thuhet, domethënë Muhammed ibn Ali thot e kam pa babën tim duke e vënë teshën, domethënë fytyrën e tij duke çajt, ndërsa është çullos ose është lag mjekra e tij radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, nga ajo skenë që ka pasur, thot kur kush më kemi afru. Përveç Abu Bekrit radhiyallahu anhu, Abu Bekri ka hek shumë vëllazër. Mi po ne kena përmend
dhe do të përmendim inshallah kur flasim për vujtjet që i ka përjetuar Abu Bekri tjera, se ka qenë gjendje me sakrifikuar çdo gjë. Qoftë autoritetin që kena fol diçka, po edhe trupin e tij vetëm për me mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është një transmetim tjetër nga Muslim nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili tregon një rast tjetër të Abu Jahlit, i cili ka thonë: "Hal yu'affiru Muhammedun wajhahu bayna adhhurikum?" Ju ka drejtuar disa prej mushrikëve. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam avnon fytyrën e tij në tokë, duke pas qëllim sejdën, mesin e juve, para fytyrës juve. Thonë po. Ka thonë nëse e ban, u ka betun Latin edhe Uzza. Ka thonë nëse e ban këta, ka thonë kam javnu kamën mbi qafë. Ose me një transmetim ka thonë kam ja marr fytyrën zhak për tokë. Dhe nuk kalon shumë kohë pejgamberi alayhis salatu wasalam vjen dhe lidhet për namaz. Lidhet për namaz dhe kur shkon sejdë Abu Jahli do tash këtë premtimin që e ka thonë me realizu, i afrohet. Sunon ta ban atë që dashti, domethënë kamën e tij të vënon mbi qafë, ama në moment e shohin mushrik se ki po zbrapset, po kthehet mas edhe duke u mbrojt me dur. Nuk po shohin ata diçka. Domethënë çka e gjet këta. Dhe pastaj i thon çka Malik, çka u bë, thot inna bayni wa baynahu la khandaqan min narin wa hawlan wa ajnihatan. Thot mes meje dhe atij ishte një hendek i madh i zjarrit dhe kishte tmerr i madhisht edhe pa shumë flatra, domethënë flatrat me laçe. E pejgamberi alayhis salatu wasalam as sharoj pastaj duke thonë law dana minni lahtatafathu almalaikatu udwa, nëse ish afru do ta kishin marrë me laçe, do ta kishin bërë copa. E Allah subhanahu wa taala zbriti disa ajete ose pjesën tjetër të ajetit të surës Alaq, ku tha mes tjerash kella innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Vërtet njeri i kalon këtë kufin. Momenti që është vetën sa është i pavart, nuk ka nevojë për Allahun. Inna ila rabbika ar-rujaa, te Zoti jo ka me kon kthimi. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla, nuk e pa atë njeriu që dash me nal robën e Allahut nga namazi. Dhe pastaj vazhdojnë ajetet ku thot Allah subhanahu wa taala mes tjerësh alam ya'lam bi anna Allah yara, a nuk e di ai që Allah e shef? Apo kella la illam yantahi lanasfa'an bin nasi, nëse snalet ai ne kena marrë për ballukën e tij, kena dhe me çun në zjarr. Dhe pastaj sigurisht edhe ka thonë Abu Jahli se mua edhe nëse shkojnë në zjarr e kam parinë teme që kam ndihmuar ose kam më shpëtu. Ka thonë Allah subhanahu wa taala faliyad unadiya. Ne ta thirraj parinë vet, ta shohna do shpëtojë gazjari. Se ne do uzzabania, ne kena me thirr rritar të xhenemit. Kella la tuti'hu wasjud waqtarib. Ti mos e ngata. Mos u nal po ti bërin sejdë Allahut dhe afroja atij subhanahu wa taala. Transmetim tjetër ose rast tjetër në Buhari dhe në Muslim nga Ibn Mesudi radhiyallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përderisa ishte duke u falë në Kabe, Abu Jahli dhe disa që i kishte prej shokëve mes vetë than kush po e merr guximin ose kush po e merr edhe atë plancin që ka kanë deveve, zorrëve të filanit, ka qenë njëri që i ka therr, domethënë mos e voni që ka therr një deve, ka thonë kush po e merr plancin e selal jazur, plancin e devës të atij filanit dhe t'ia hudh mbi shpinën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur shkoi në sejdë. E thonë transmetim fan ba'atha ashqal qawm, u çu më i keqi. Në një transmetim tjetër thotë Ukbe ibn Muajt, që e furri, që dash me furr pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, tash po shka, po do me ja hedh plancin e devës, domethënë mbi shpinën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe e priti thotë derisa shkoi në sejdë. Kur shkoi në sejdë thotë ket atë plancin ja hudhin mbi shpinën dhe krahoror pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk e ngriti kokën për sejdës. Thot Ibn Mesudi thot smushme me bë kur xha, e shifshmi, doshme me mua mos smushme kur xha me bë. Thot e shifsha mushrikët duke u tall dhe duke përçesh me vetë. Pse? Pse e kanë bërë çata pejgamberit alayhi salatu wasallam. Thot edhe nuk mujti me bë dikush diçka përveç Fatimës radhiyallahu anha, e cila ishte sugaresha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e vogël, e cila shkoi dhe ja largoi. Jo se pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ka pas fuqi për me largu, ka mujt me largu. Po s'ka dash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka dash me bë sabër. Me i përshkon Fatimi radhiyallahu anha edhe ja largon. Dhe kur ja largon e ngrit kokën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i thot e bani dua Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh. Do të thonë Allah ti lan Qurayshët. Ti merru me Qurayshët. Allah shkatroi Qurayshët 3 herë. Kur e nin këta mushrikët trishtohen shumë, sepse thot Abdullah ibn Mesudi e kanë ditë që duaja në Kabe nuk kthehet, pranohet. Ama pejgamberi alayhi salatu wasallam ka vazhduar pasaj duan duke i përmend emrat. Dhe ka thënë Allahumma alayka bi Abi Jahl wa Utba ibn Rabi'a
Ushejb ibn Rabia, Walid ibn Utbah, Umej ibn Khalaf, Ukba ibn Muajt edhe Amir ibn al-Walid ose Umar ibn al-Walid. Thot krejt këto që i përmendi me emra pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Abdullah ibn Mesudi thot i kanë pa të vdekur në atë gropën që i kena hudh kufumat e mushrikëve në luftën e Bedrit. Këto që i kishte bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte përmendur me emër, thot i kanë pa si kufumat e mushrikëve në atë vrim, në atë gropën. Do të flasim inshallah në luftën e Bedrit. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka pas rast se kur ka kalu afër mushrikëve të cilët janë tallë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe është mërzit pejgamberi Allahut, mi pa Allah subhanahu wa taala ka thonë wala qad istuhzi'a bi rusulin min qabli. Janë përqesh edhe pejgamberët të tërkohërit që kanë qenë para teje. Fa haqa bil ladhina sakhiru minhum ma kanu bi yastahzi'un. Mi po i ka gjetë ata që kanë përqesh ajo për të cilën kanë përqesh. Kuptimi që çish i ka gjetë fundin ato ku kanë fundi atyre të cilët janë për, domethënë të cilët i kanë përqesh pejgamberët e Allahut, fundi i tyre ka shkatrimi. Ndërsa pejgamberët kanë shpëtuar. Kështu ka më konë fundi i jot, edhe i atyre që të përqeshin ti. Domethënë atyre kanë më gjallë ajo që i kanë gjallë dhe përqeshëve ose tallësve të pejgamberëve paraprakisht. Imam Ahmedi kanë zerë një hadith nga Anas ibn Malik i cili thotë që donjëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pas nevojë për me ngushëllu dikush, ai ka Xhibrili alayhi salam. Këtë rast Ibn Anas radhiyallahu përmend thotë ja Xhibrili ila nabi sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin wa jalisun hazinan qad khutiba bid-dima. Thotë Xhibrili alayhi salam te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që pejgamberi Allahut ishte i mërzitur shumë dhe i kishte i shmush me gjak, nga goditjet që i kishin mshuar disa prej banorëve të Mekës. Edhe i tha Xhibrili Malik, çka është puna jote? Ka thonë kat faalu bi, domethënë folja bi haula wa faalu. Domethënë ma kanë bërë këta, ma kanë bërë. Atë Xhibrili alayhis salam tha ta kallzojnë shenjë për shenjat e Allahut. Sa po çka dhe shikojnë një pemë pe pemëve, tha thirrë çat pemën me të ardh dhe thirrë pejgamberi alayhis salam ju afru pemën. Dhe tha pastaj tha murha faltarji, tha urdhnoje tash me u kthi dhe urdhnoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe u kthi pema. Ishte pe shenja dhe mucizave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pasi që ndodhi kjo, sikurse pejgamberi alayhis salam u rahatu dhe tha hasbi mjafton kjo. Dobi që muna me nxjerr për kësaj është që kjo se donjëherë i në momente të vështira ki nevojë dikush me të ardhur dhe me të ngushëllu. Andaj pejgamberi alayhis salam ishte në momente të vështira, po vjen Xhibrili alayhis salam për ngushëllu. Ka dhe shumë raste tjera vëllezër. Mi po mjaftona me transmetimin e Anas ibn Malik, që është sahih, sipas Sheikh Albanit, thot pejgamberi alayhis salam, laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahad, wa laqad uditu fillahi wa ma yu'dha ahad. Thot kum hek jam mundu për hir të Allahut dhe për fenë e tij si askush tjetër. Ka pas raste që 30 ditë dhe net unë edhe Bilali nuk kemi pas ushqim që mundet me hang një xhalles, përveç një ushqimi të vogël që ka mujt me fsheh Bilali radhiyallahu anhu në sqetullat e tij. Domethënë edhe ushqim si kanë lënë, domethënë ka hek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po e ka bën këta për çka vëllazë? Vetëm me kumtu mesazhin e Allahut subhanahu wa taala, veç për çka, çfarë gabimi ka bën? Thoj za gabim, domethënë është vetë Rabbi Allah, ka thonë Zoti jam është Allahu subhanahu wa taala. Andaj këto edhe shumë tjera vëllazër, domethënë ishin mundime që vujtje që kishte përjetuar pejgamberi alayhis salatu wasalam. Mi po këto nuk është se unalen veç në periudhën Mekase, këto kanë me vazhdu pasaj edhe në periudhën Medinase. Se në Mekë tash i ka veç Kureshitët armiq. Mi pasaj në Mekë kam Medinë përveç Kureshëve kam i pas edhe munafikat edhe jehudit, bile edhe bizantinësit edhe persianët, ama pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk unal duke vazhdu, domethënë thirrjen e tij për arsye se ai ishte urrëk. Dhe neve na duhej si ummet që me pa qysh me bë sabër në sprova të ndryshme dhe vujtje dhe mundime të tjera. Duke përcjell mesazhin e Allah subhanahu wa taala. Ti si thërrës tash e ki pejgamberin alayhis salatu wasalam model. Edhe mos mendon që ti dush me kanë përjashtim ose dush me pas një fallë amnestie që ti pejgamberi alayhis salatu wasalam, do të thonë pejgamber është njeriu më i mirë, më i dashur, më i mençur, më i urtë, më pas s'ka pas çare vetëm i përjetu këto që i ka përjetu bile që tha edhe un jam më që kum hek më shumë ti për fen Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo është dëshmi e imanit. Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu i ka thonë, i thash një ditë ja Rasulullah, ayu nas ashaddu an-nas bala. Kush janë njerëzit që kanë sprova më të mëdha? Tha al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Janë pejgamber, pastaj ato që e më afër pejgamberëve kështu më radh.
Dhe se sprovohet, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, njeriu ala kadri dini. Domethënë varësisht imanit që ka, dinit që ka, fesë që ka. Fa in kana fi dinihi sulban fi dinihi, nëse fenë e tij është i fortë, ka më pas edhe sprovat e forta. Nëse është i lisht, ata ka më pas varësisht, domethënë fesë ti, dhe pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimin e hadithit, fa ma yabrahu al-bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alayhi khati'a, dhe vazhdon njeriu të sprovohet në fenë e Allahut derisa më ecë fytyrën e tokës dhe nuk ka gjunahe. Dhe kjo është sunet i Allahut në tokë. Kjo ka qenë çish te Nuhi alayhis salam dhe ka vazhduar me pejgamber det te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vazhdon te çdo kush i cili është ndjekës i pejgamberëve të Allahut dhe rrugës tyre, sepse kjo është ligj, çështoj ka bën dhe Imam Shafiu ka përmend, ka thënë la yumakkanu hatta yubtala. Nuk ka njeriu me mundësi me arrit të fitoria dhe të mëkëmësia pa u sprovu. Që shta dhe Allah dhe me këta jetë për përfudoj, hasiben nasu en yutraku en yaqulu amanna wa hum la yuftanu. A menon njeri që ka me thonë, kina me lanë me thonë, a ju në besoj, edhe pa u bon sprov, jo thot, felekat fetenna alladhina min qablihim. I kina sprovu edhe ata që kanë qenë para juve. Fele ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Që ta sheh Allah, dhe pse Allah e din subhanahu wa taala, kush e ka sinqerisht për një me, edhe kush është gënjeshtar në atë që thot. Lusim Allah subhanahu wa taala që Allahu mos na sprovon për te mundësive tona, sepse besimtarët nuk ban me lip sprovat. Po lutim Allahun subhanallahu te atë kur na sprovon, të kemi besim dhe bindje të mjaftueshme që më i bë pall këtyre sprovave. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.